Si e shikoni ndërkohë, zoti Paloka, kontekstin politiku ku e gjen vendin kjo proteste radhës e opozitës? Ne kemi nga njëra anë, kemi raportin që u fol shumë të Parlamentit Evropian, ku duket se opozita gjeti shumë gjëra që i thot prej kohësh të pasyruar atje. Nga ana tjetër, brenda vendit duket se gjërat vjojnë po njësoj, në mos po pak edhe ndryshe, duket se ato hetimet kryesore për Akshin, për shembull, apo për ish-zëvendës kryeministren Balluku, ose nuk po shohin përparime, ose po shohin ecje mbrapsht. Zonja Kaçanaj është e lirë tashmë, i është hequr dhe masa e arrestit të shtëpisë. Në parlament vjojnë njësoj gjërat ku opozitës nuk i jepen hapësira, opozita duhet të shkonte, është në gjykatë kushtetuese për të drejtën për komisione hetimore parlamentare e kështu me radhë. Duke i qëndruar pak asaj që theti, vërtet që çfarë ka thënë opozita deri më sot, po vërtetohet edhe brenda, por gjëja pozitive është që po merr më në fund miratimin e qëndrimeve të saj dhe mbështetjen nga komuniteti ndërkombëtar. Raporti i Parlamentit Evropian përcakton dhe jep të gjitha përkufizimet që praktikisht ka dhënë deri më sot opozita, duke filluar që nga zgjedhjet tek situata e korrupsionit dhe situata politike në vend, ke situata me mediat, pra gjithë shtyllat kryesore të një demokracie janë paraqitur në raportin e Parlamentit Evropian ashtu siç janë realitet dhe jo ashtu siç paraqiteshin për fat keq deri pak kohë parë, ku diplomacia në thojza e parave të korrupsionit dhe gjithë pisliqeve tjera që ngrinte Rama në marrëdhënie ndërkombëtare bënte që të shtrembroheshin dhe këto raportet. Për fat mirë, ne kemi krijuar tash në kontaktet tona direkte me institucionet ndërkombëtare, me Bashkimin Evropian, me Parlamentin Evropian, me të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe sigurisht këto marrëdhënie kanë dhënë dhe rezultat dhe rezultatin i jep në një farë mënyre një not pozitive dhe vetë Rama, kur thot që opozita është shkaktarja e faktit, ai thot që po pengon integrimin, po e vërteta është që opozita është në fakt faktori që po bën që komuniteti ndërkombëtar, institucionet ndërkombëtare më në fund njohin realitetin shqiptar. Sigurisht, thash, ky është një hap pozitiv për opozitën dhe për shqiptarët, por një hap që nuk mjafton, sepse nëse nuk ndryshon situata brenda, atëherë ato deklarimet dhe qëndrimet ndërkombëtare ngelen në një farë mënyre jo pa vlerë, po mbeten diçka e pa konkretizuar për opozitën dhe për shqiptarët. Kështu që këmbgulja jonë, këmbgulja e opozitës dhe thirrja që ju bëhet për ditë shqiptarëve për të reaguar mbetet e vetmja mënyrë, dhe një herë kam thënë dhe stërthën, mbetet e vetmja mënyrë për të ndryshuar këtë realitet në Shqipëri, ku korrupsioni, jo, situata nuk ka ngelur në vend, siç thatë ju, vërtet kanë dalë të gjitha ato që ne kemi deklaruar, qoftë për drejtësinë, ta quajtur në drejtësi 3, dhe akti i fundit ishte ai me drejtoreshën e Akshit që megjithëse akuzohet për milionat vjedhur, apo edhe me Belinda Balluku dhe me radhë gjithë tufën e hajdutëve të rilindjes, të cilët jo vetëm nuk dënohen, por vazhdojnë të qetë, të gëzojnë paratë që na ka vjedhur ne, paratë që ju kanë vjedhur shqiptarëve. Dhe jo vetëm ka, vazhdojnë për ditë të vjedhin në forma të reja. Tu çdo ditë firmoset apo del nga një akt i ri që ju fut dorën në xhep shqiptarëve.